Çfarë ishte ai motiv që pas tërë kësaj karriere të fuqishme, të rëndësishme dhe të bukur që keni pas në lamin tuaj, të kaloni në politikë? Njeriu gjatë jetës vetë, do të thonë, kur nuk e din në çfarë pika arrin. Unë me që kisha bashkëshortin në politikë, edhe prisemi martu e jetojmë bashkë, gjithmonë e kam shpreh një farë interesimi her pas here se kur ja lexoja kolumnet, edhe mënyrën qysh i shkruan, do të thonë, më patëm bo për vete. Sepse krejt ato shqetësimet, kritikat që i kishim na si qytetar, do të thonë, aq bukur arrinte me i përshkru, sa fillova mi lexu. Po në ndërdije, unë me kalimin e viteve nuk e kisha kuptu që diçka kish fillu tek unë me ngacmu e me u ndërtu. Pastaj fillova gradualisht mi pa edhe debatet, po kjo pastaj ishte edhe kjo ana tjetër e revoltës time edhe si qytetare fillimisht. Si artiste edhe si nanë, se në fundit ne po jetojmë Kosovë, edhe thjesht gjithë secilin prej nesh po na prekin këto problematika. Pra e kisha problematikën e arsimit, e kisha problematikën e fushës së kulturës, e kisha problematikën e pensionistëve. Pse? Çdo shtëpi ne e kemi nga një pensionist. Kisha nanën, kisha vjerën, e kisha dikur dhe babin ndjerë. Fushën e kulturës, shisha sa shumë trupetohet për kulturën, e sa lavdia qohet, e në fakt kultura s'ka institucionet e veta ose objektin e tyre konkretisht. Pastaj arsimi ku ne vajzat i kam në shkollat publike dhe i shoh me çfarë problematika ballafaqohemi me ato çantat e rënda. Pra, krejt kjo pastaj, si me thonë, është grumbullu? U grumbullu edhe si përfundim, nuk është që ka qenë e lehtë derisa u marr vendimin, sepse pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës kishte kohë që më ngacmonte në atë kuptimin pozitiv për me ju futë listës.